Avokati Recep Selimit nis me kundërargumentin e pretendimit të parë të prokurorisë, se Selimi ka pasur kontroll mbi policinë si ministër i rendit. ZBS-ja nuk ka arritur t'i vërtetojë argumentet e veta. Sipas tij, termi Policia e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës është një çështje dhe një tezë e prokurorisë, e cila është hartuar si kosh ku prokuroria mund të hidhte sa më shumë dëshmi përmes provave jo gojore, për të dhënë përshtypjen e gabuar se ekzistonte një lloj policie që do të drejtohej nga Selimi si ministër i rendit publik. Pas qershorit, UÇK-ja dhe Policia Ushtarake e UÇK-s ka qenë nën përgjegjësinë e komandantëve të zonave, nuk ka qenë nën përgjegjësinë e zotit Selimi, nuk ka ekzistuar një policie e tillë e UÇK-s ose Ministrisë së Rendit Publik, që është mbikëqyrur nga zoti Selimi, siç pretendon ZPS-ja. Sipas avokatit, nuk ishte asnjë forcë policie të krijuar në prill të vitit 1999, duke marrë parasysh rrethanat në atë kohë dhe nuk ka asnjë provë konfirmuese të paraqitur nga dëshmitar apo ZBS-ja që vërtetojnë një pretendim të tillë. Halil Geci ka reaguar publikisht lidhur me votimin e djalit të tij, Fatos Gecit, kundër rezolutës për UÇK-n, duke theksuar se ky veprim nuk ishte kundër luftës çlirimtare, por një qëndrim i bazuar në drejtësi dhe përvojë personale të dhimbshme. Sipas tij, vota e Fatosit nuk ka qenë kundër UÇK-s si vlerë kombëtare, por kundër individëve të caktuar për të cilët familja e tyre ka përjetuar pasoja të rënda dhe tragjike. Në reagimin e tij në Facebook, Geci thekson se qëndrimi lidhet drejt për drejt me çështjen e komunikatës numër 59 dhe me proceset gjyqësore në Hag, duke rikujtuar humbjet e rënda që familja dhe rrjethi i tyre kanë përjetuar ndër vite, transmeton Bota Sot. Në vijim, reagimi i plot. Votimi i Fatosit nuk ishte kundër UÇK-s, por qëndrim për drejtësi. Reagimi mbi rezolutën dhe qëndrimin personal i Fatosit përballë dhimbjes dhe humbjeve që ai veti ka përjetuar, është i qelluar dhe i bazuar në përvojë të drejtë për drejtë. Votimi i Fatosit kundër rezolutës nuk ishte një qëndrim kundër UÇK-s, por kundër individëve të caktuar. Në këtë rast, qëndrimi i tij lidhet drejt për drejt me Hashim Polarin, i cili në proceset gjyqësore në Hag është vërtetuar dhe argumentuar autori komunikatës numër 59. Kjo komunikat ka rezultuar me pasoja të rënda dhe tragjike për familjen tonë. Si pasojë e kësaj komunikate u vran 2 shokët tanë, Bekim Kastrati dhe Besim Dajaku, si dhe u plagosën 2 vëllezërit tanë. Po ashtu u vra edhe miku i shtëpisë Xhafer Behrami së bashku me djalin e tij 18 vjeçar, ndërsa u plagos vëllai i Xhaferit Jetullah Behrami. Gjithashtu u vra edhe shoku ynë i pandashëm Haki Meri. Këto janë plagë të hapura për familjet tona dhe për rrethin shoqëror, të cilat i kemi përjetuar drejt për drejt dhimbjet e thella. Këtë dhimbje e ka përjetuar edhe vet Fatosi, por neve vendimi i Fatosit ka qenë i qartë dhe i qelluar. Ai nuk ka qenë një vot kundër luftës apo kundër vlerave të saj, por një qëndrim kundër lirimit të Polarit dhe individëve të dyshuar për vrasje politike. Fatosi ka treguar një qëndrim të pathyeshëm, burrëror dhe human. Ai nuk ka zgjedhur servilizmin, por ka qëndruar në anën e drejtësisë që kërkon zgjidhjen së vërtetës. Ata që e kritikojnë sipas nesh nuk e kanë përjetuar dhimbjen e humbjeve, ashtu siç e kemi përjetuar ne, familjet tona dhe miqtë tanë. Ne besojmë se drejtësia duhet të vihet mbi çdo emër dhe mbi çdo post. Dhimbja nuk harrohet, por kërkon përgjigje dhe ndajherë përgjigje kërkon edhe populli. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Fatos Geci ka dalë hapur kundër rezolutës së miratuar nga Kuvendi i Kosovës lidhur me dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, duke e cilësuar atë si një dokument që synon mbrojtjen e individëve. Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën e propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 90 vota për dhe vetëm një kundër, pikërisht ato të Gecit. Rezoluta përmban 7 pika dhe kërkon që dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të veprojnë në përputhje me standardet kushtetuese dhe ndërkombëtare, duke garantuar një proces të drejtë dhe të paanshëm, si dhe duke rritur transparencën dhe llogaridhënien. Megjithatë, në Debat Plus Geci e ka kritikuar përmbajtjen e saj. Në tërësi jam kundër krerëve jo të UÇK-s, por të individëve dhe jam shumë krenar për veprimin që e bëra. Teksti flet për mbrojtjen e individëve të cilët janë në Hag, në gjykatën speciale, ka thënë ndër të tjera Geci.